Janë zhvilluar operacione të njëpasnjëshme në kuadër të luftës kundër kultivimit të kanabisit, duke zbuluar dhe azësuar në total mbi 7500 bimë dhe fidan kanabis sativa në qarqet Shkodër, Tiranë dhe Librazh. Si rezultat, janë arrestuar 4 persona të dyshuar për kultivim në terren dhe 3 zyrtar lokal për shpërdorim detyre. Ndërkohë, 8 të tjerë, përfshirë 5 kryetar fshatrash dhe 2 roje midisore, po hetohen në gjendje të lirë dhe një person tjetër është shpallur në kërkim. Operacionet janë zhvilluar përmes kontrolleve toksore dhe monitorimeve ajrore me dron. Në kuadër të operacionit të gjerë koordinata, Drejtoria Vendore Policisë Shkodër dhe Komisariatet Varëse zbuluan dhe azësuan gjithsej 5999 bimë dhe fidan të dyshuar kanabis sativa në zonat malore të njësisë administrative Pult, Shal dhe Shosh, si dhe në zonat të ndryshme të bashkisë Vaudejes. Janë proceduar në gjendje të lirë 2 rojet e mjedizit në akuzën shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi, kryetari i fshatit Nën Mavriq për shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi, kryetari i fshatit Ndrejaj për moskallëzim krimi, kryetaret e fshatrave Toplan, Kishardh dhe Qerret në Vaudejes të akuzuar të 3 për shpërdorim detyre. Ndërkohë, është shpallur në kërkim një 32 vjeçar, për të cilin është dhënë masa arrest me burg, i dyshuar si autor i 2127 bimëve të gjentura me 24 prill në fshatin Vigmnel. Në zbatim të planit operacional kombëtar koordinata, shërbimet e policisë Krujë kanë intensifikuar kontrollet në terren për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale. Gjatë këtij operacioni, në fshatin Zgërdhesh, u zbuluan 11 parcela ku ishin kultivuar gjithsej 591 bimë të dyshuara narkotike të llojit kanabis sativa. Bimet u azësuan me anë të djegjes, ndërkohë që u arrestuan 8 persona të dyshuar si autor të kësaj veprimtarie. Murat Seferi, 23 vjeç, Emiliano Seferi, 32 vjeç dhe Kastriot Bajza, 51 vjeç, të 3 banues në fshatin Halil Fushkruj. Ndërkohë, vjen puna për identifikimin dhe arrestimin e persona të tjerë të përfshirë. Është goditur gjithashtu dhe një tjetër rast në fshatin Spathar, Librazh, ku arrestua shtetasi Jonuz Ruçi, i dyshuar për kultivimin e 150 bimëve të llojit kanabis sativa, të cilat u azësuan me anë të djegjes. Ndërkohë, po hetohet në gjendje të lirë kryetari i fshatit për shpërdorim të detyrës në lidhje me mosveprimin ndaj këtij aktiviteti kriminal. Materialet procedurale u janë kaluar prokurorive përkatëse për vijim me të thelluar hetimesh.